Të nderuar shikues të Veriu Sporti me përsërisë së bashku në tribunën e stadiumit të Loro Boriçi. Sapo është mbyllur pjesa e parë e super sfidës Vllaznia Ignatia. Vllaznia kryeson me golin e Kallakut 1-0. Kam këtu pranë një emër shumë të njohur të futbollit shqiptar nga ti shqiptar, Rudi Vata, specialist i futbollit. Rudi. Mama, përshëndetje. Ishte erdhe, jemi drejt për drejt me Veriu Sport. Do të kishte interes të doni një opinion tuaj për pjesën e parë. Si e pau Rudi Vata këtë pjesë parë? Mendoj që të dy skuadrat ishin shumë të kujdesshme, fillon lojën domethënë të mirë organizuar. Pastaj në fazën finale Vllaznia filloi duke përmirësuar shumë lojën dhe u bë rrezikshme. Me lvizjet e Bismarck dhe me inteligjencën e Kallakut, me mbështetjen e Balës dhe të Malës, Vllaznia filloi të tregu që po i afrohet golit dhe me merit pjesën e parë e fiton me rezultatin 1-0 për arsye të këtyre lvizjeve interesante dhe tepër decisive. Gjithatë edhe ekipi mik nga Rogozhina po e kërcënon fortën e Vllaznisë. Sigurisht është ekipi kryesues, ka ardhur me një objektiv të qartë për me marrë maksimalin e pikëve, por Vllaznia më duket edhe ma trime në dy luftime. Edhe në dy luftimet ka kanë e sigurt, mbrojtja ka kanë solide, mirë organizuar. Portieri është shumë i rëndësishëm, kam njek me vëmendje, organizon mirë mbrojtjen, kanë komunikim të mirë, balancat janë mirë. Sigurisht që janë edhe 45 minuta me lujt, sigurisht që Ignatia është e rrezikshme, sigurisht që mund të kenë edhe mundësi me ndrru, me përforcu skuadrën në minutat e pjesës dytë, por nëse Vllaznia vazhdon me rrit këtë ritëm dhe këtë lloj stabilitetit, besoj që do të jenë 3 pikë tepër të rëndësishme. Ju në një farë mënyrë njihni mjaft mirë filozofinë e trajnerit Edi Martini, sepse ju shikojmë se vazhdimisht keni edhe kontakte me te biseda profesionale. Çfarë mund të ndryshojë apo çfarë mund të sugjeroni që ai mund të ndryshojë për pjesën e dytë? Unë mendoj që dy luftimet duhet me kanë të tillë skuadra, me fitu dy luftimet, sepse në dy luftime gjithë skuadra është e fortë dhe ka dalë fitimtare. Mendoj që lojtarët kryesorë të Vllaznisë bëjnë diferencën. Sigurisht që Ignatia është kampionja në fuqi, ka pretendime përsëri me fitu kampionatin, është skuadër e rrezikshme. Por janë dy skuadra të cilat kanë të njëjtat pretendime. Jena në Shkodër, kena tifozat tonë, është ndeshja e parë e vitit 2026. Besoj që duhet me bë maksimumin e mundësive me fitu këtë 3 pikë, sepse do të jetë tepër i vlefshëm për vazhdimsinë e Vllaznisë në kampionat. Nëse arrit të fitohet kjo ndeshje nga Vllaznia, mund të themi janë dy fitore. Në datë 10 janar, ndeshja e parë e vitit për Kupën e Shqipërisë dhe Hipogradesit, dhe tash për kampionat dhe Vllaznia, siç është deklaruar, lufton në dy fronte. Mund të jetë e tillë deri në fund? Dakord, unë normalisht që kupa është e rëndësishme, por për Vllaznin mendoj që objektivi kryesor është kampionati. Kjo ndeshje e parë e 2026 me fillu me kamën e marë, atëherë dhe vazhdimësia do t'jetë shumë më mirë, sepse kjo është edhe fitore psikologjike. Në aspektin psikologjik skuadra ka të nevojshme këtë fitore, se për vetë faktin sepse në mbylljen e sezonit kalum ka pas disa rezultate cilat kanë vënë dyshim formën e Vllaznisë. Mendoj që sot ka kanë 45 minutat e para ishte kompakte, solide, mirë organizume edhe efikase. Duke folur në përgjithësi për kategorinë superiore, një rezultat interesant është realizuar në mesditë ku Tirana jep shpresë, realizon një fitore mbijetese në transfertin e Ballshit ndaj ekipit Vendas Byllus 0-1. Tirana në këtë periudhë ka bërë shumë ndryshime. Nëpërmjet medias jena informuar që ka largu një numër të rëndësishëm lojtarësh, ka largu drejtorin teknik, stafi teknik gjithashtu është një staf i ri, kanë ardhur me ide të reja, kanë sjellë frymë të re, kanë sigurisht që kanë pas mundësi ndoshta me analizu edhe me piketu lojtarët që i nevojiten për me mjetu. Do t'ishte shumë
shumë e damshme për ecurinë e futbollit shqiptar nëse Tirana largohet nga Superiorja, sepse është klubi ma me shumë trofe dhe pa një Tiranë kampionati shqiptar nuk do t'ishte ato vlerat që pretendoj me i pas. Sigurisht që është fitore e rëndësishme për Tiranën, është një fitore shpreset. Unë shpresoj që Tirana të luftojnë maksimalisht që në fund sezonit të jetë pra pjesë superiores për të mirën e futbollit shqiptar. Dhe sfundi Rudi Vata aktualisht çfarë ka një projekt në dorë, cilat janë 3 të fundit rreth Rudi Vatës? Shiko, me të thënë drejtën, viti i ri, sigurisht që çdo njeri ka ambicet e veta. Unë jam vazhdoj me kanë domethënë në për pjesë e futbollit, sigurisht që kam përgjithësi të ndryshme. Kryesorja është me punu fort e me kanë i shnetshëm, e kur jena të shnetshëm çdo gjë është e hapur. Dhe krejt në mbyllje me Roko Vatën, kemi 2-3. Sigurisht Roko ka kalu një periudhë caktuar damtimit, me një fazë që ka pas një tërheqje muskulare, ka 3-4 ditë që është kthyer. Besoj që mrena 10 ditëve do të jetë pjesë e skuadrës ku ai aktivizohet dhe do kthehet. Shpresoj që të kthehet po ashtu i fortë siç ishte para se mu damtu. Të ndërua sikur si isha me Rudi Vatën, një emër më vërtet shumë i spikator i botës së futbollit të Vllaznisë, Dinamos dhe Kombëtarës së Shqipërisë dhe me disa skuadra jashtë Shqipërisë deri në Japoni, apo jo? E vërtet, Gac, histori e bukur, një rrugtim i gjatë, i vështirë, plot sakrifica, plot por kur ti programohesh qysh i vogël me mritë suksesi, besoj që edhe suksesi shijohet. Kështu që rrugtimi i bukur, i gjatë, siç ti njeh më mirë se gjithkush tjetër, besoj që e man mend shumë mirë rrugtimin tim, sepse je prapë përsëris edhe një herë tjetër. Je gazetari i parë sportiv që në këtë stadium, me një godinë të vjetër, ti ke bërë intervistën e parë profesionale me mu në të neshë ku Vllaznia triumfoi me Lokomotivën e Durrësit në atë kohë me rezultatin 3-0. Dhe tashmë po presim të realizojmë një intervistë me djalin tuaj me Roko Vatën, pse jo, se në një mundësi më të shpejt. Pra, Rudi Vata, të nderuar shikues, në këtë pushim të ndeshjes pjesës parë Vllaznia e Gnatja, që u me avantazhin e Vllaznisë 1-0 me gol të shënuar nga Kallaku, foli për të dyja skuadrat, për e përfshirjen e Vllaznisë, për avantazhin e merituar, por edhe me pritshmërinë që Vllaznia ta mbyll me fitore, ndërkohë analizoi edhe fitoren shpëzënëse të Tiranës në transferin e Basit dhe e mbylli edhe me djalin e tij Roko Vatën, i cili pas shëtimtimi të rënd, mund të themi, është rikthyer tashmë okay me parametra mjaft optimal. Faleminderit Rudi Vata. Faleminderit. Respekte. Rimet, vitërit marë.